Wendell Willkie ishte një mik i presidentit Roosevelt, që është Franklin Delano Roosevelt. Dhe një ditë ai shkoi në zyrën ovale dhe i tha: "Zoti president, a mund të bëj një pyetje?" "Patjetër," ja ktheu ai. Ai i tha: "Pse e mban këtë njeri të dobët dhe shëndetlig, Harry Hopkinsin, vazhdimisht ngjitur me ty në zyrën ovale dhe kudo ku shkon?" Pa hezituar as edhe një çast, presidenti Roosevelt i përgjigjet dhe i thot: "Zoti Willkie, përmes derës për në zyrën ovale ka një radhë të pafund me njerëz, të cilët hyjnë dhe dalin nga zyra ime. Gati gjithë secili prej tyre dëshiron diçka nga unë. Harry Hopkins, nga ana tjetër, nuk kërkon asgjë tjetër veç se të më shërbej. Ai nuk dëshiron asgjë tjetër veç se të më ndihmoj. Për këtë arsye e mbaj atë pranë vetes." Dhe mu kujtua kjo histori ndërsa po mendoja për jetën e Davidit, sepse Davidi ishte një njeri në krah të mbretit të mbretërve. Ishte gjithmonë pranë Zotit. Një njeri sipas zemrës së Perëndisë. Davidi ishte i paklasifikueshëm dhe nuk mund të krahasoj me vëllezërit e tij më të mëdhenj dhe të suksesshëm. Davidi duhej të ishte me siguri zgjedhja e fundit për të bërë mbret i Izraelit. Por për shkak se ai qëndroi afër me mbretin e mbretërve, por për shkak se ai kishte një zemër që ishte e gatshme që jo vetëm t'i shërbente atij, por edhe t'i bindej mbretit të mbretërve, sepse Davidi donte dhe dëshironte vetëm një gjë, që të ishte pranë mbretit të mbretërve dhe që të ishte shërbëtor i mbretit të mbretërve, i cili e mbajti në krah të djathtë gjatë gjithë kohës dhe e bëri atë mbret të Izraelit. Ishte njeriu më i pagjas. Prandaj mos më thoni se ju jeni të tillë, sepse Perëndia është i specializuar për të përdorur njerëz të pagjas për diçka. Por jo vetëm kaq. Për shkak të zemrës së tij gati dhe të gjinjshme, Davidi jo vetëm që u bë një mbret i madh për Izraelin, por ai u bë një nga figurat më të rëndësishme të gjithë historisë. Mund të pyesni pse? Kuptoni që Perëndia gjithmonë është duke kërkuar një zemër gati dhe të gjinjshme. Këtë është duke kërkuar ai, sepse Perëndia gjithmonë është duke kërkuar më shumë gatishmëri se aftësi, sepse Perëndia gjithmonë është duke kërkuar një zemër bujare dhe dhuruese, jo mbledhës dhe marrës, sepse Perëndia gjithmonë është duke kërkuar shërbëtor, jo njerëz që i shërbejnë vetes. Sigurisht një nga gjërat e rrezikshme për të predikuar mbi jetën e Davidit është se ai është një personazh i mirënjohur, edhe jo besimtarët e njohin Davidin. Pra ai është i mirënjohur. Në fakt shumica e njerëzve din vetëm 2 ngjarje nga jeta e Davidit: fitoren e madhe mbi Goliathin dhe dështimin e tij të madh kur shkeli kurorën me Bathshebën. Këto janë 2 gjëra që din njerëzit për Davidin, por e vërteta është se në Bibël ka shumë herë më shumë gjëra nga sa din disa prej jush, që do t'i shtjellojmë gjatë disa mesazheve në vazhdim. Më lejoni t'ju jap një ide, t'ju jap vetëm një ide të vogël nga shkrimi për Davidin, në mënyrë që ju të mund të kuptoni dhe të krijoni një pikpamje nga këndvështrimi i shkrimit dhe Biblës. Abrahami ishte ati i besimit. Abrahami ishte një njeri i madh, që zë 14 kapituj në Bibël. Izraeli ose Jakobi zë 7 kapituj në Bibël. Jozefi, të cilin Perëndia e përdori që të shpëtonte Izraelin nga Uria, zë 14 kapituj në Bibël. Davidi zë 66 kapituj në Bibël. E kuptoni tani? Dhe ai është përmendur në Dhjatën e Re të paktën 59 herë. Por ajo gjë të cilën do ta shihni shpesh dhe her pas here, për sa i përket jetës së Davidit, është fakti se jeta e tij nuk ishte një shablon. Dhe duke e parë atë çdo gjë dhe gjithë problemet e jetës mund t'i shmangni. Jo, ai nuk jetoi në thojza një jetë të magjishme. Nuk është kështu. E vërteta është se
Çdo zemër që është sipas zemrës së Perëndis, më dëgjoni pak, çdo zemër që është sipas zemrës së Perëndis, jo domosdoshmërisht do të përjetojë një jetë të magjishme. Në shumë mënyra dua t'ju tregoj se Davidi jetoi një jetë të vështirë, se Davidi jetoi një jetë tragjike, Davidi jetoi një jetë të vetmuar, ai jetoi një jetë me probleme përpara Perëndis. Tani të dashur, pas gjithë këtyre viteve duke ecur me Zotin, unë mund t'ju them se ka vetëm 2 mënyra se si mund të reagoni ndaj problemeve të jetës suaj. Vetëm 2 mënyra. Pas gjithë këtyre viteve, unë mund t'ju them se ose do të përmirësoheni për shkak të tyre, ose do të bëheni më idhnak në to. Ose do t'i përballoni me përulësi, me pendim dhe me ri për të rritje, ose do të lejoni zemërimin dhe përçmimin që t'ju konsumoj dhe t'ju bëj të pa efektshëm. Unë jam shumë falenderues Perëndis që ai nuk mori këta personazhe të Biblës, t'i lante ata, t'i pastronte ata, pastaj t'i vendoste në një piedestal dhe të thoshte njerëz tani ju duhet të imitoni ata. Si mund të identifikohen me ta, nëse gjithçka që kanë bërë ishte në prapasken, në fshehtësi dhe unë të mos i shija dot. Dhe për këtë arsye jam mirënjohës besueshmërisë së shkrimit. Në vend të këtyre, Bibla na tregon natyrën e ndotur të mëkatit, na tregon për fuqinë verbëruese të mëkatit dhe për pasojat e mëkatit. Dhe për këtë jam shumë mirënjohës. Dhe pasi i shoh të gjitha këto, dua që të qëndroj në majë të malit dhe të bërtas. Faleminderit Perëndis që po jetoj në dhjatën e re, ku Jezusi i pastroi gjithë mëkatet e mia në kryqin e Kalvarit. Amen. Amen. Jepini Perëndis lavdi. Prandaj do të nis këtë seri të re mesazhesh që e kam titulluar Një zemër për Perëndin. Por përpara edhe se të shkojmë tek 1 Samueli 16, dua që t'ju bëj një përmbledhje historike. Pas Jozefit, kjo familje shkoi në Egjipt, ata u shumuan dhe qëndruan aty për 400 vjet. Pastaj Perëndia i çliroi nga skllavëria në Egjipt përmes udhëheqjes së Mojsiut. Më pas ata qëndruan në shkretëtir për plot 40 vjet. Pastaj vjen Jozueu dhe i drejton ata për te toka e premtuar. Kur vdiq Jozueu, brezi që erdhi pas Jozueut, ata në thelb harruan çdo gjë që Perëndia kishte bërë për ta. Ata e harruan Perëndinë e etërve të tyre dhe Bibla na thot se secili prej tyre bëri atë që dukej e drejtë në sytë e tyre. Kjo, miqtë e mi të dashur, është fillimi i asaj që shohim sot, që s'ka të vërtet absolute. S'ka të vërtet absolute. Ky është fillimi i lëvizjes, që e vërteta është relative. E vërteta juaj, e vërteta ime, e vërteta e kujtdo. Ky është fillimi i kësaj. Filloi pikërisht këtu. Filloi në atë periudhë të cilën ne quajmë periudha e gjyqtarëve. Kur izraelitët futeshin në telashe dhe ja bënin qefin vetes së tyre me një stil pagan jetese, pastaj kur ata vuanin i thërrisnin Perëndis dhe Perëndia u dërgonte një çlirues, ne i quajmë gjyqtar, por në të vërtetë janë çlirues. Do ta shihni shpesh dhe her pas here këtë, nëse lexoni librin e gjyqtarëve, këto do ta shihni të paktën 11 ose 12 herë. Ata justifikonin mëkatin e tyre, ata gjenin kënaqësi në mëkatin e tyre, ata i shkelnin syrin rebelimit ndaj Perëndisë, ata i braktisën gjithë përgjegjësitë ndaj Perëndisë që i kishte bekuar aq shumë. Në thelb ata ranë në një lloj falsiteti, që nëse diçka duket e mirë bëje, dhe nuk do të kesh pasoja. Por unë dhe ju e dim që nuk është e vërtetë. Prandaj në mes të kësaj periudhe të tmerrshme, të kësaj periudhe të vështirë, periudhe të rëndë që e quajmë periudha e gjyqtarëve, lexojmë një histori të bukur. Është historia e mahnitshme e hirit të Perëndisë. Ruthi, gruaja besnike, e përkushtuar, e kujdesshme e dashur, por pagane. A e dini që paraardhësja e Zotit Jezus Krisht nuk ishte hebreje? Ajo ishte pagane. Ruthi.
Ajo u martua me një burrë hebre që quhej Boaz. Dhe të dy lindën një djalë. Ata ja vun emrin Obed. Obedi pati një birë që ja vun emrin Isa. Isau lindi 8 djem. Davidi ishte më i vogli. Jam gati të bërtas sepse di çfarë do të them tani. 28 breza nga Davidi, numërojeni kur të shkoni në shtëpi, 28 breza nga Davidi në të njëjtin qytet të Betlehemit, ku kishte lindur Davidi. Pasardhësi i Davidit lindi nga një virgjëresh. Ai është Mesia i Perëndis dhe askush tjetër veç se Zoti ynë i dashur Jezus Krisht. Amen. Ju të dashur miq, mos e nënvlerësoni apo ta merrni lehtë sovranitetin e Perëndis. Mos e nënvlerësoni apo ta merrni lehtë se sa shumë mund të përmbush Perëndia kur ne bashkëpunojmë me të. Mos i nënvlerësoni kurrë apo t'i merrni lehtë bekimet e patreguara të cilat mund të vinë vetëm nga bindja. Këtu kemi një grua të dëshpëruar. Ajo përndiqej nga gratë e tjera. Ata e lënduan, i shkaktuan dhimbje, e tallën atë, e përqeshën. Dhe ajo shkoi te Zoti duke ju lutur për një fëmijë. Dhe i bëri Perëndis një premtim, ajo i tha: "Nëse më jep një foshnjë, unë do të ta përkushtoj ty." Dhe sigurisht ajo e mbajti fjalën që dha. Ana e mbajti fjalën e dhënë. Ajo e mbajti premtimin dhe ja dha atë që ti shërbente Zotit, por ja se cili është lajmi i mirë, nëse lexojmë më vonë mësojmë se Perëndia bekoi atë me shumë fëmijë të tjerë. A nuk është e mahnitshme? Ky është Perëndia ynë, ai e bekoi atë me bollëk. Ai djalë u rrit dhe u bë gjyqtari i fundit dhe i pari nga profetët. Emri i tij është Samuel. Samueli. Gjatë periudhës së Samuelit, gjendja shpirtërore e Izraelit ishte në pikën më të ulët, kështu si në ditët tona. Gjatë asaj kohe, rebelimi kundër Perëndis dhe parimeve të tij morale mori një ton sfidues. Ata e refuzuan planin e Perëndis për ta, ata e refuzuan drejtimin dhe udhëheqjen e Perëndis, ata e refuzuan mbretërimin e Perëndis mbi ta dhe donin një mbret toksor. Prandaj Perëndia u dha një, më shumë se çdo gjë tjetër, ishte si një gjykim mbi refuzimin që i bën ata. Sauli, mbreti i parë, Perëndia i dha Izraelit Saulin. Tani në letër Sauli kishte shumë dhunti. Sauli i kishte të gjitha cilësitë njerëzore. Sauli i kishte të gjitha kualifikimet njerëzore për të bërë mbret. Sauli në pamje dukej shumë mirë. Sauli në pamje të parë kishte gjithë paraqitjen mashtruese. Apo më kuptoni? Por zemra e tij nuk ishte e drejtë. Zemra e tij ishte e kalbur. Zemra e tij kërkonte gjërat e saj dhe t'i shërbente vetes. Zemra e tij ishte egocentrike, nuk ishte sipas zemrës së Perëndis. Por edhe pse ishte kështu, Perëndia i çdo hiri, Perëndia i hirit sundoi. Ai sundoi dhe pati mëshirë për Izraelin dhe ai u dha atyre Davidin. Në pjesën e parë të kapitullit 16 tek 1 Samueli dhe te gjysma e dytë do të mësojmë se ata ishin plotësisht të kundërt me njëri tjetrin. Në pjesën e parë të kapitullit 16 Davidi vajoset mbret nga profeti Samuel. Në pjesën e dytë ai fillon të shërbejë nën Saulin. Në pjesën e parë shohim frymën e Zotit që vjen mbi Davidin. Në pjesën e dytë shohim që fryma e Zotit largohet nga Sauli. Në gjysmën e parë të kapitullit Davidi vajoset nga fryma e shenjtë. Në gjysmën e dytë shohim Saulin që mundohet nga një frymë e keqe. Në gjysmën e parë shohim Samuelin i cili vajton dhe pikëllohet për Saulin. Në gjysmën e dytë të kapitullit Sauli është i pavetëdijshëm për gjendjen e tij të skajshme, gjendjen shpirtërore në të cilën ndodhet. Dhe Perëndia i thot Samuelit: "Mjaft vajtove për Saulin." Të dashur, me lejoni t'ju bëj një pyetje. A është e mundur që ju të vajtoni dhe pikëlloheni për një kohë të gjatë
për dikë apo diçka? A është e mundur? Po. A është e mundur? Po. Biblia në thot se ka një kohë për të qarë dhe ka një kohë për të qeshur. Vajtimi për një kohë të gjatë mbi mëkatet e shkuara për të cilat Perëndia ju ka falur kohë më parë, vajtimi për një kohë të gjatë për hidhërimin e shkuar që i keni shkaktuar Zotit her pas here por që vazhdoni ta ushqeni. Vajtimi i stërgjat për lëndimet e së shkuarës, vajtimi i stërgjat për padrejtësitë e së shkuarës, vajtimi i stërgjat për tradhëtitë e shkuara, vajtimi i stërgjat për humbjet e shkuara. Më dëgjoni pak. Ju mund të keni çdo të drejtë për të vajtuar për një periudhë kohe, por jo për gjithmonë. Mirë, është koha të ecni përpara. A mund ta thoni bashkë me mua? Është koha të ecni përpara. Sepse vajtimi për një kohë të stërgjat krijon një mjegull mbi të ardhmen tuaj. Vajtimi për shumë kohë mbi të shkuarën mund t'ju rrëmbejë gëzimin dhe shërbesën e madhe në të ardhmen. Dhe për këtë arsye Perëndia i tha profetit Samuel, ai i tha, mjaft ke vajtuar për Saulin. Tani çohu, mbushe enën me vaj dhe shko te shtëpia e Isait. Këtu Perëndia do t'i mësoj Samuelit një mësim. Në fakt, ai i mëson një mësim që shumë prej nesh refuzojnë ta mësojnë, sepse ai kërkon të na mësojë neve, të gjithëve ne. Ai kërkon të na mësojë të njëjtin mësim. Së pari, vini re reagimin e Samuelit. Vargu 2, 1 Samueli kapitulli 16, shikoni pak reagimin e tij. Ai nuk tha, po Zot, çfarë do që të thuash ti, Zot, unë do të bëj atë që më kërkon ti, unë jam gati ta bëj. Ai nuk e bëri këtë. Më dëgjoni? Dua të them, e gjeni veten te kjo? E dini se çfarë tha ai? Zot, nëse e merr vesh Sauli, ka për të më vrarë. Më dëgjoni pak. Ndonjëherë Perëndia na kërkon që të bëjmë gjëra që janë të frikshme. Ndonjëherë Perëndia na kërkon që të bëjmë gjëra të cilat kërkojnë të ndërmarrim rrezik. Ndonjëherë Perëndia kërkon që të bëjmë gjëra të cilat kërkojnë sakrificë. Pse Perëndia na e kërkon që ta bëjmë këtë? Ai po provon për të parë gatishmërinë tonë për t'i besuar atij. Ne mund të themi, ne të besojmë ty, Zot, dhe t'i bëjmë të gjitha këto. Por ai thot, më besoni vërtet, a më besoni vërtet? Ai po na provon për të parë sa të gatshëm jemi që t'i besojmë fjalës së tij. Prandaj Perëndia vendos një mundësi përpara nesh dhe ai na bën një pyetje. Dhe pastaj pret. Dhe ai pret. Dhe ai pret për të parë se si do të jetë përgjigja jonë. Le të shohim vargjet 6 deri te 13. Profeti Samuel ngrihet dhe shkon në Betlehem, në shtëpinë e Isait. Tani, që nga ky çast dhe mëtej, nuk do t'ju jap më një përkthim timin, por do t'ju them një interpretim timin. Samueli shkon aty dhe i thot, Isa, miku im, më jep djalin tënd më të mirë, më të zgjuar dhe më të pashëm nga të gjithë djemtë e tu. Nga të 8 djemtë më jep djalin më të mirë që ke. E po, Isai i thot, ky është Eliabi, ai është më i madhi. Ata kishin një zemër të fortë, ata ishin njerëz shumë të Zotit, ishin shumë të suksesshëm. Të paktën kështu më thonë. Dhe jam i prirur t'i besoj. Samueli e sheh Eliabin. Mbase duhet të ngrej syt lart, Samueli duhet të ketë qenë shumë i shkurtër. E sheh dhe thot, wow, një burr vërtet mbreslënës. Më fali sa, por jo këtë. Pastaj Isai i çon Shamahun, por nuk ishte as ky. Në këtë kohë, jam i bindur në zemrën time, nuk është në Bibël, Samueli hoqi dorë nga hamendësimet. Ai ndaloi që të supozonte dhe mendonte për atë që donte Perëndia. Unë e di, po ashtu edhe ju e dini, se shumë herë vrapojmë në këtë drejtim ose në atë drejtim
Dhe çdo herë e bindin veten se kjo është ajo që do Perëndia. Pa dyshim që ky do t'jetë. Pa dyshim që kjo duhet jetë rruga. Pa dyshim që kjo duhet jetë marrëveshja. Pa dyshim që kjo duhet të jetë ajo që Perëndia do që të bëj. Por pastaj zbulojmë se në të vërtetë ne jemi përgjigjur vetë lutjeve tona. A e keni bërë ndonjëherë këtë? Dhe të 7 djemt parakaluan para Samuelit dhe Zoti i tha jo, 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 jo. Pse ndodhi kështu? Unë mendoj se ju, unë dhe të gjithë ne, të gjithë ata që po më dëgjojnë, në këtë çast, më dëgjoni pak ju lutem, duhet ta vëm në kornizë vargun 7. Mund ta vendosim në mur, por më e rëndësishmja ne duhet ta rrënjosim në zemër. Vargu 7, 1 Samueli 16, vargu 7. Më në fund, nga dëshpërimi, Samueli pyet: a janë këtu tër bitë tu? Vetëm këta ke? E po, përgjithsisht. Këta janë ata që kanë rëndësi. Këta janë ata që janë më të mirët. Këta janë ata që janë të kualifikuar për këtë punë. Por pastaj Isai mbase duke belbëzuar dhe duke ju mbajtur goja i tha: e po, jo tamam ashtu. Është edhe vogëlushi. Por ai nuk është këtu. Është edhe vogëlushi i familjes. E po vogëlushi, ai po bënte punët më të rëndomta, që nuk i bënin të tjerët. Ai po kujdesi për delet në natyrë, në shkretëtir. Në një kulturë ku kishte rëndësi vetëm i parlinduri, në një kulturë ku vetëm suksesi kishte rëndësi, në një kulturë ku i vogli është i parëndësishëm pavarësisht gjithçkaje, Perëndia thot: asnjë prej këtyre djemve nuk është zgjedhja ime. Dhe prandaj Samueli ulet dhe pret derisa të shkojnë për Davidin dhe ta sjellin në shtëpi. Unë dua që ta përfytyroni pak, vendoseni veten aty. Mua gjithmonë më pëlqen të përfytyroj gjërat dhe e përfytyroi Samuelin të ulur aty derisa më në fund pas një farë kohe pasi qëndron aty duke pritur, ky adoleshent i ri futet brenda. Dua që çdo adoleshent që më dëgjon tani të më dëgjoj me shumë kujdes. Perëndia po kërkon zemrën tuaj. Mos u shqetësoni se çfarë thon njerëzit. Shqetësoni për atë që thot Perëndia. Mund të keni një mendim të ulët për veten dhe ta mendoni veten si të parëndësishëm dhe që s'keni rëndësi për të dëgjoni pak. Perëndia thot se jeni të rëndësishëm. Dhe vetëm kjo ka rëndësi. Prandaj ai futet brenda me fytyrë të pisët, rroba të pista, me shumë gjasa mban erë, sepse qëndron gjithkohën me delet. Dhe Samueli duhet ta ketë parë dhe të ketë menduar: vërtet ky është? Dhe Perëndia ju përgjigj pyetjes së tij: Samuel, ky është. Tani e gjete atë të duhurin. Unë dua që të filloni të thoni: Perëndi, më lejo ta shoh veten ashtu siç më sheh ti. Është lutja ime e përditshme, është e vazhdueshme në zemrën time. Zot, unë të përgjërohem më verbo ndaj mendimit tim dhe më jep vetëm mendjen e frymës së shenjtë. Pastaj më fuqizo që ti bindem atij.